për të kujdesur çdo ditë në përditshmërinë tonë për shëndetin, a ka kosto? A është e vështirë që sot të rrisim fëmijë të shëndetshëm të cilët janë aktiv sa i përket aktivitetit fizik? Do të flas lidhur me këtë pikërisht me zotin Kliton Muça, ekspert arsimor, shkollat për shëndet. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Sa kushton sot argëtimi? Ta nisim thjesht fare. A mund të jemi fizikisht në formë pa shpenzuar shumë para? Shiko, vetë argëtimi ka dimensione të ndryshme. Që do të thotë edhe me pak para mund të argëtohesh, mund të mbash një fizik mirë, mund të mbash një shëndet mirë, pra të kontribuosh mirë për shëndetin tënd. Kështu që nuk jo detyrimisht çdo gjë lidhet me kosto të larta. Cilat janë disa prej aktiviteteve që ne sot mund t'i bëjmë pa pasur asnjë kosto? Shiko, gjëja më kryesore është lëvizja. Në çdo koncept lëvizja është e bukur sepse fëmia lind dhe gjëja e parë është lëvizja. Ne shikojmë ata fëmijët që tjenë të zhdërvjellët, të lëvizin, nganjëherë ankohemi pse janë kaq të lëvizshëm. Po në fakt ajo është shenjë mirë. Është shenjë mirë sepse është vetë pjesë presë brendshme e instiktit të qenies njerëzore që përveç nervave të prindërve këtu kemi zero kosto. Përtej asaj. Po e fillojnë nga fëmijët, sepse ne themi që gjithçka aty duket, është lëvizja, kur ka lëvizje ka jetë, themi ne. Në sport ne kështu e përkthejmë. Aty ku ka lëvizje ka jetë, aty ku ka lëvizje ka shëndet. Vetë fëmijët, siç ju e ilustroni këtu, vetë fëmijët jepi një gjë që të argëtohet, do gjej mënyrën se si të argëtohet. Qoftë edhe për të shpalosur një talent, një pasion. Po zakonisht jepi fëmijës një top, do të shkoj ta gjymoj, ofroj diçka, një top me ngjyrë, një top çfarë do, një lodër, do shkoj dhe të luaj. Në ndodh që në mungesë të terreneve edhe hapësirave të argëtimit, prindrit zgjedhin ose janë të detyruar në një farë forme që t'i çojnë fëmijët në një kurs volejbolli, basketbolli, futbolli, baleti apo gjithçka tjetër. Pra, këtu jemi duke shkuar drejt kostove. Shiko, kostot, ne nuk shmangemi dot nga kostot. Sepse, në fakt, ne marrim një shërbim. Pra, aq kosta ne marrim një shërbim specializuar, normalisht ka edhe një kosto. Sigurisht do të ishte mirë që disa shërbime të ofroheshin edhe pa para, pa pagesë, të cilat ka dhe disa programe. Edhe qeverisë sot është një projekt shumë i mirë që zbadohet nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, ekipet sportive në shkolla, që ofrohet falas, dhe kjo ka rritur goxha, është një punë e lavdëruar në fakt, sepse ka shtuar numrin e fëmijëve që merren me sport. Po nuk po flasim vetëm për sportin specifik, pra nuk du ta shohim kënd vështrimin e sportit, sepse ajo që mbetet mbi gjithçka është si të lidhesh këtë aktivitet fizik që të kontribuojë në shëndetin e fëmijëve apo edhe më të rriturve. Patjetër. Nuk është ja siç ishte rasti i alpinistëve, aty ka kosto, aty ka, po mbi të gjitha ata kanë argëtimin, që është një shëndet i mirë mendor, sepse ajo të shkarkon energjitë negative. Por a paguhet ajo? A ka kosto ajo? Njerëzit marrin ilaçe, marrin medikamente të ndryshme, thjesht për të shëruar, themi, nga këto problemet nervore apo problemet e shëndetit mendor. Të cilat dukshëm janë bërë shumë... Kush janë terapit e rekomanduara? Ecje në natyrë. Pra, lëvizja. Pra, i dalin pa kosto tani. Zero kosto. Zero kosto. Angazhimi në një aktivitet sportiv të organizuar, ku ka një grup, se aty ka dhe socializim. Aty ka për fëmijët zhvillohen talente, për fëmijët socializohen, fëmijët shkarkojnë ato energji negative që akumulojnë, përqendrojnë atë pjesën e ngarkesës mësimore. Pra, ka shumë shkarkesa negative në sport, apo në aktivitet fizik, të cilët kontribuojnë pozitivisht në shëndetin mendor, po dhe fizik të fëmijëve dhe të rriturve. Dhe duke qëndruar sërish tek fëmijët, Kliton, do doja të ndalesha tek një nga tematikat që diskutohet shpeshherë. Më besoj që në çdo tryezë mund të jetë diskutuar të paktën një herë nëse janë social apo jo fëmijët sot. A janë më individual apo thjesht janë të kufizuar nga të qenit social për shkak të raportit me teknologjinë dhe mbase duhet t'i përafrojmë drejt aktivitetet të tjera të cilat i bëjnë akoma edhe më. Normalisht ne afektohemi nga rrethanat.
Dhe rreth rana citojnë sot që kemi teknologjinë pararoj. Teknologjia është e mirë, nuk është e keqe në fakt. Por ne duhet dim si ta përdorim këtë teknologji. Në momentin që nuk duhet bëhemi skllavi të teknologjisë, ne ta përdorim teknologjinë për mirat tona. Pra ne ta shfrytëzojmë teknologjinë. A janë bërë sot individualist? Sigurisht janë bërë individualist. Fëmijët sidomos janë një kontekst tjetër. Fëmijëria jonë, brezit tim, ka qenë shumë e mirë, shumë e çlirët. Ne kemi gjënë gjithë kohës jashtë duke luajtur në për rrugicat, në për poshtë pallate, në për ato ambientet rreth qark, lagjeve etj. Unë edhe në shpesh ishim më të varfër, po më të lumtur. Ne kemi jetuar fëmijëri. Sot fatkeqësisht fëmijët e sotëm nuk po jetojnë një fëmijëri aq të lirshme. Lirinë mund ta kenë në mënyrë virtuale, por në mënyrë fizike nuk e kanë atë lirshmëri. Dhe problemi më i madh dhe ajo çfarë ne mendojmë rrjedhimisht duke thënë këtë është si do t'jenë kur të rriten këta pikërisht sepse çfarë mbjell sot do të korrësh nesër. Pra nëse sot krijohet një individualitet i këtyre fëmijëve, nesër do të jenë disa njerëz më individualist, më të izoluar dhe kjo individualiteti apo izolimi në vetvete sjell probleme shëndetësore, probleme shëndet mendor. Kjo pjesa e socializimit është shumë e rëndësishme. Prandaj nuk ka një kosto të mirëfillt ajo pjesa që ajo që do të thoja unë që prindërit duhet të konsumojnë më shumë kohë me fëmijët. Duket paksa e pamundur në realitetin e jetës. Duket e pamundur, çështja është që kur vendosim disa prioritete, duhet të bëjmë një listë prioritare. Kush janë gjërat prioritare? Sepse ne kur përballemi me një problem të shëndetësor të fëmijës, i lëmë të gjitha pastaj. Apo edhe me veten tonë, kur na ndodh diçka edhe me veten tonë. Dhe është gjithmonë më mirë të parandalojmë se sa të shkojmë drejt kurimit. Duhet mbajmë disa balanca. Sigurisht, punën s'do ta lëm, angazhimin s'do t'i lëm, por edhe një fokus më i madh tek fëmijët duhet të jetë. Të angazhohen jo vetëm ka sot aktivitete sportive të organizuara, i bën mirë edhe socializimit të fëmijëve, i bën mirë edhe aktivizimit të tyre edhe shëndet mendor, edhe shëndet fizik, por edhe një lloj mënyre të komunikimit, sepse sot teknologjia i ka përfshirë fëmijët dhe thjesht kanë hyrë te bota virtuale. E kemi të përditshme këto me fëmijët tanë, besoj që çdo prindër ka këtë problem dhe nganjëherë edhe bërtasim, sepse kur ata përfshihen tek teknologjia edhe nuk dëgjojnë. Ne kujtojmë sikur nuk na dëgjojnë, po në fakt ata janë të zhytur aty në atë botën e tyre virtuale dhe kjo shkëputje i bën dëm edhe atyre, por edhe ne, sepse nuk krijojmë marrëdhënie, raport me njëri tjetrin. Pak ditë më parë u publikua në fakt edhe një studim që na tregonte lidhur me aktivitetin fizik duke krahasuar fëmijët sot me prindrit e tyre kur ishin fëmijë dikur. Dhe fëmijët sot janë 15% më pak aktiv se sa prindrit e tyre dhe kjo besoj është një tregues i gjendjes në cilën ne jemi aktualisht. Dhe nisur nga kjo statistikë e këtij hulumtimi që ndoshta mund të jetë edhe ndryshe. Dëgjova, kishte një nivel të kapacitetit aerobik kishin më të ulët, pra 15% më pak. Në çfarë moshe duhet filloj edukimi sportiv tek fëmijët? Nuk flasim për edukim sportiv të mirëfillt, sepse edukimi sportiv ka një karrierë shumë të specifikuar. Por madje sot ka teori që edukimi sportiv në s'do të jetë i orientuar që në moshë të hershme. Specializimi fillon më vonë. Sot fëmijët duhet i provojnë të gjitha. Duhet fillojnë që nga mosha 3 vjeç. 3 vjeç, që nga mosha 3 vjeç, sepse fillojnë ato hapet e para të komandës, lëvizjeve, të orientuar, sepse edhe dëgjojnë dhe fëmijët orientojnë. Flasim për aktivitet fizik. Ja ka ushtrime lëvizore, ka ushtrime që kanë psikomotore, kanë shumë... Që ndikojnë rrjedhimisht tek zhvillimi. Ndikojnë te zhvillimi i përgjithshëm psikomotor i fëmijëve. Dhe nga kjo do doja të ndaleshim tek një temë tjetër. Përmendëm disa të zona që janë mjaft interesante lidhur me sportin, por do doja të ndalesha në përfundim të minutazhit të bisedës tek një projekt me cilin unë edhe ju prezantova në fillim, shkollat për shëndetin. Çfarë është dhe a ka nisur zbatimi? Po, shkollat për shëndetin është një projekt që financohet nga
Agjencia Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim, zbatohet nga Save the Children. Ka filluar zbatimi këtij projekti që në vitin 2021, sot jemi në vitin e 4 të zbatimit të këtij projekti, të cilët ka përfshirë 120 shkolla me ndërhyrje të thelluar, pra ku kemi pasur mundësinë të promovojmë aktivitetin fizik, të ushqyerjen shëndetshme, higjienën personale, shëndetin mendor. Pra në këtë kuadër kemi trajnuar mësues të shkollave me kredite, pa kredite, pra janë trajnuar për këto koncepte dhe kryesisht mësues të edukimit fizik, biologjisë, qytetarisë dhe të arsimit fillor. Por këto e kemi shtrirë për gjitha shkollat në Republikën e Shqipërisë, sidomos të shkollave nëntëvjeçare, sepse ne kemi një target caktuar, ku edhe ndërhyrjet duhet jetë në kohën e dur, sepse kur rriten më shumë ata e kanë vështirë që të distancohen. Puna është e formimi. Pra, duhet gjesh kohën e dur, moshën e dur që të marrë një formim edhe të vazhdojnë pastaj të marrin si stil jete të tyre, mosha 6 deri në 16 vjeç. Këtu është besojmë që është pjesa më e rëndësishme ku ndërhyjet që ata pastaj të kuptojnë rëndësinë e të ushqyerit shëndetshëm, rëndësinë e aktivitetit fizik dhe në mënyrë që të kenë sa më larg këto smundjet kronike që themi ne, smundjet jo të transmetueshme që lidhen me kancerin, që lidhen me smundjet kardiorrespiratore, diabetin. Cilat fatkeqësisht kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Janë sepse sot kemi edhe një sedentarizëm të madh të gjitha rrethanave dhe kushteve që përballemi çdo ditë. Në një pyetje të fundit, dhe do doja një përgjigje shumë të shkurtër, duke përjashtuar aktivitetin fizik në shkolla, pra orën mësimore, edhe ato aktivitetet me zero kosto, sa para do të ishin mjaftueshëm për të bërë një jetë të shëndetshme dhe aktive? Shiko, xhepi është i ndryshëm. Xhepi është ndryshëm, sepse po të shkosh në disa sporte janë më të kushtueshme, themi tenisi, sepse është më i kushtueshëm, ka terrenot specifike, por të vraposh edhe vetë, po të marrësh pjesë në një aktivitet tjetër sportiv ku ka ekip, basketbol, volejbol, futbol, pra janë kosto më të lira. Pastaj, kur flasim për profesionalizëm, apo personal trainer që themi sot, sepse ka dhe nga ato që duan trajnim personal, kushton edhe më shumë. Por ne do të shkojmë sipas xhepit. Sipas xhepit, padyshim, por duhet të jemi edhe shumë të kujdesshëm dhe këtë i bëj është një sikëshill për prindrit që të shohin edhe trajnerët se cilët janë, sepse sot përballemi edhe me disa jo të gjithë janë të duhur. Me situata që nuk do të mas të fisnim në këtë mëngjes. Sepse, pikërisht, sepse ndodhin edhe gjërat papritura, ndërkohë që fëmijët kanë një moshë saktuar, po flasim për një sport profesionist tani, i vëmë ngarkesa që nuk duhet i përdori ajo moshë, ne shkatrojmë atë, pavarësisht se ne duam të marrim rezultatin e tyre më hershëm. Kliton, unë falenderoj shumë që ishe në këtë mëngjes të së premtes me mua dhe le të themi së bashku që të gjithë qytetarët në këtë fundjavë, fëmijë ose jo, të jenë aktiv fizikisht. E dham një sugjerim se çfarë mund të bëni, pastaj jeni ju që e bëni zgjedhjen tuaj. Prindrit duhet dalin me fëmijët sa më shumë nëpër ambiente outdoor që themi, jashtë, nëpër parqe, shkojnë diku në mal, dhe ne duhet lëmë pak këtë kulturën e kafes, sepse jemi shumë të indiktuar me kulturën e kafes. Një kafe dhe 4 ore. Jo, jemi, çdo gjë ne bëjmë me kafe, çdo gjë kur flasim për një takim, kur flasim të shkojmë diku, ne vetëm zgjedhim kafen.